Përshëndetje, mirëmëngjesi, mirë se erdhët në videon time. Sot është data... Sa është data? Nuk e kam mendin fare. Sot është data 5 mars. Po mendoj 4, 5 apo 6. 5 mars, nuk e di kur do publikohet video dhe normalisht do publikohet ndonjëherë. Jam tani në javën e 10 dhe nuk kam fare... Nuk shikoj fare asnjë lloj ndryshimi, Nuk shikoj asnjë lloj ndryshimi tek vetja ime, tek trupi im. Kështu që është akoma ajo, e keni parasysh, jam shtatzan dhe është gjithmonë ai stresi takimi tjetër tek ginekologe që çdo gjë është mirë, sepse nuk ndjej ndryshim fizik, po aman për sa i përket ushqimeve, të ngrënave, është shumë e vështirë. Nuk e di domethënë sa po u ktheva nga Shqipëria. Nga Shqipëria jam kthyer pardje. Shumë e lodhur, ishte një eksperiencë shumë e lodhshme. E nuk e di domethënë kalova një stres shumë të madh. Gripi më dhuri. Patjetër shumë keq më dhuri ai gripi që i ka zënë të gjithë tani, besoj. Nuk e di si mund gjit, por e kam të pruar edhe shpresoj që çdo gjë të jetë mirë me bebin. Arrita në Tiranë të enjte në darkë me Sarën dhe të enjte në darkë kemi marrë makinën, kemi ngarë tërë ditën, domethënë ishim në orën 6 të mëngjesit në shtëpi. Fleta deri në orën 8 edhe pastaj duhet shkoja në Pogradec se kisha ca punë nëpër zyra, se pastaj ishte ashtu në diel. Të hënë pastaj kishim avionin të martën në mëngjes, në orën 6 të mëngjesit, edhe jemi nisur nga Pogradeci në orën 1, që në orën 4 të ishim në aeroport, se në orën 6 nisej avioni. Erdhëm në aeroport në Gjermani, pastaj prapë për të ngarë me makinë deri në shtëpi, kështu që unë para 2 ditësh isha e vdekur. Plus dhe nga gripi, plus nga shtatzania, plus dhe nga gjithë kjo lodhje që edhe një njeri normal do ta kishte shumë problematik. Shikoni këmiqka e babit. E mbaja ka marrë kur babi ndroi jetë edhe kam gjithmonë me vete. Dhe sikur më jep shpresë sot që kam takimin tek ginekologja. Nuk është se ndihem keq, nuk kam pasur ndonjë problematik, por më duket që e kam tepruar sepse kam qenë shumë e stresuar këto ditë. Edhe mezi po pres që të shkoj te ginekologja dhe inshallah çdo gjë është mirë. Po ju tregoj çfarë do vesh. Bëhemi gati dhe pastaj shkojmë. Do vesh këtë fustanin e bardhë me këto çizmat. Edhe kështu. Po vishem një herë, pastaj në fund do bëj flokët. Dhe pastaj do t'ju tregoj se si qysh tek do shkoj takimi. Unë jam gati, do vendos vetëm xhaketën. Edhe nuk e di se çfarë do t'i bëj flokëve, sepse i kam tmerr, shumë keq. Mbasi t'i fu disa onde dhe do lyhem pak. Para se të shkojmë tek doktoresha, duhet të shkoj në DM, sepse duhet të printoj disa gjëra. Duke qenë se unë punoj në Luksemburg, ka shumë ndihma që shteti luksemburgjez i jep, sepse është një shtet shumë social. Dhe janë 3 dokumenta, që është ndihmë para lindjes, ndihma e lindjes dhe ndihma pas lindjes. Dhe këtë para lindjes duhet ta marr tani sepse duhet ta avullos 5 herë për 5 kontrollet e ardhshme te doktoresha, edhe 1 herë te kontrolli i dhëmbëve. Edhe nuk e di se sa është ndihma, po sado që të jetë, faleminderit. Pse mos i marrim gjitha këto që na ofrojnë, se fundja për çfarë po punojmë kaq shumë edhe po harxojmë tërë këto lekë me kontrolle dhe me gjëra ndonjëherë, ose me ushqime të mira, më the tash. Kështu që për mendimin tim ja vlen. Jam gati, shkojmë në DM. Dita jashtë është shumë e bukur. Duket që do dali dielli sepse qielli është blu, është shumë i bukur, e shikoni dhe dritën në fytyrën time. Kështu që shkojmë. Luk, pafshim. Do shkojmë të shikojmë babyn sot. Dakord? Shkojmë.
Ja njerës u ktheva prapë se kisha harruar këtë. Gjën më të rëndësishme që më duhet me kontrollet me vete gjithmonë këtë, mu tërpas. Që tani i kam me vërtet. Ciao! Prit, pse nuk po të fokuson kamera? Ciao, Luke! Bye bye! Shiko sa i mirë. Shkojmë në supermarket. Printimi u bë. Tani të marrim ndonjë snacks sepse po vdes për bukë. Edhe kjo proteinë, po saj qënka 10 euro. Okej, edhe blerja u bë. Mora 2 çokolata me arra me kikirik që kanë shumë proteinë dhe energjike, edhe një smoothie. Shkojmë në makina, marrim Stefanin, shkojmë në doktoresha. Nuk ha dot asgjë. Nuk pi dot asgjë. Ta provoj këtë, po nuk e di. Oh my god. Nuk ha dot. Do të ha. Nuk më pëlqen. As kjo jo. Oh, sa mirë për të vjellë. Mit der Hose noch oder ist sie zu kurz? Geht das? Nee, ist immer so viel kürzer ist das nicht. Sa po kemi arritur, unë kam vendosur një mask nga mbetjet e gripit, që mos infektoj njerëz e gjunaf. Edhe sa po dhash provëzat e urinës, tani po presim për doktoresh. Kam shumë emocion. Kjo është edhe më e pritjes. Kjo është pamja, shi sa bukur. Dola jashtë për të marrë pak ajër të pastër, sepse aty nuk po mbushesha dot. Sa po bëra kontrollet e sheqerit, kontrollet e proteinave, dhe më morën t'i gjak këtu. Dhe isha 4 kg më pak se sa kur jam peshuar në fillim të shtatzanis. Po besoj është normale se nuk kam fare urinë. Po presim tani që të na vi radha, moti është shumë i bukur, edhe është gjëna që të presim brenda, përderisa mund të presim këtu. Nuk e kam parë Gjermaninë në shumë kohë kaq këtu. Nuk është normale se dhe. Nuk o lajmërova kur erdha nga doktoresha, sepse nuk mora lajma ishtë mira. Jo dhe lajmet me rësisht të këqia, po u mërzita shumë.
Ta kemi filloj shumë bukur. Rajet e bebit ishin aty, të zemrës. Baby lëviste shumë, me do që ka me këm, o zoti ma. Edhe, pastaj thot, po kontrollon të mitrën, dhe pastaj thot, prit një sekund, dhe zemra ime aty. Më tha këtu, kemi një gjë që nuk më pëlqen. Edhe i tham, okej. Tani që po ju flas, jam pak më i qetë se kam lexuar, fola me shoqet e mia që kam pasur një problem të tillë edhe leva në qik buzët që mos ju dilja, mos ju tremja në kamera, qava dhe mblodha vete dhe thashe, Nexhi nuk është fundi botës, nuk është se ke ndonjë problem, baby nuk është se ka ndonjë problem, kështu që mblidhe veten. Edhe doktoresha në eko, pa tek mitra, pa një gjakosje të brëndshme. Që mund t'jetë pothuajse pa rrezikshme, mund t'jetë edhe një shenjë për një fillim të një aborti. Tani, besoj tani që nëse do e publikoj videon, në këto momente, mbase çdo gjë ka kaluar, shpresoj që në të ardhmen të kaloj. Mirë po, ne mbetëm, domethënë, edhe na tha që nuk ka ndonjë problem, nuk do të thotë asgjë, thjesht është një gjakosje e brendshme aty që ne mund të marrim masa direkt. O sa keq u ndjeva, sepse u ndjeva shumë fajtore. Se Shtefani më tha mos shko në Shqipëri kaq herë, dhe unë thash do shkoj dhe do kujdesem për veten, ndërkohë që unë nuk u kujdesa për veten fare. Kam bërë punë, kam lëvizur me makinë, ndërkohë si të çmendur. Kam mbyllur punët e familjes, ndërkohë që për mua duhet ishte më e rëndësishme të rrija. Ta shijoja, unë vajta dhe u sëmura, vajta me makinë natën, gjithë kohës. Edhe në atë moment unë ndjeva sikur mora një shikim akuzues nga Shtefani. Gjithsesi, pasi qava, pasi bisedova me kunatën, me shoqet e mia që më thanë, nuk ka absolutisht asnjë lloj gjëje, mund të jetë një gjakosje që ka mbetur nga menstruacionet e fundit, edhe mos u bëj tani ti s'është se ke pasur gjakderdhje të jashtme. Kështu që ka njerëz që me gjakderdhje të brendshme kanë arritur deri në lindje, kështu që ki kujdes, mos u demoralizo kaq shumë dhe sipas doktoreshës duhet patjetër të reagonim. Mund edhe të prisnim, por jam shumë e lumtur për doktoreshën time, këtë njëjtën gjë më tha edhe kunata, që reagimi i doktoreshës ka qenë fantastik. Me këtë gjë kaq të vogël, ndoshta do t'ju tregoj, po do t'ja vendos këtu kur gjakosja tek fotoja. Tek fotoja e ekos, që duket edhe pjesa e errët që është gjakosja e brendshme. Edhe ta mua ka reaguar shumë mirë dhe kemi ilaçet që është Utrogest, që është progesteroni. Progesteroni bën të mundur mbajtjen mbyllur të qafës së mitrës, edhe parandalimin e ndonjë abortit parakoshëm. Se shumë i shtrenjtë, por nuk më intereson dhe këtu janë 30 kapsula, po unë fillimisht pas një jave kam takimin tjetër. Pas një jave kam takimin tjetër që të shikojmë ka funksionuar apo jo. Dhe është një kapsul dhe merret nga poshtë, pjesa vaginale, para se të flesh. Dhe pastaj kemi dhe magnezium. Dhe magnezi ndihmon në relaksimin e muskujve, sepse sipas doktoreshës kjo gjë nuk është se më ka ardhur nga lodhja fizike më shumë se sa edhe nga lodhja mendore dhe muskujt kontraktohen dhe nuk punojnë siç duhet dhe aty pastaj ka aq presion sa mund të ndodhi dhe gjakderdhja dhe magneziumi, që unë tani, kjo është 150 mg, unë do ta marr një herë në mëngjes, një herë në darkë.
Magneziumi bën të mundur relaksimin e muskujve dhe punimin në mënyrë sa më të mirë edhe të lëvizjes së gjakut, duke qenë se muskujt nuk janë të shtrënguar dhe të kontraktuar aty, pra barku nuk është i fortë. Kështu që jam pak e mërzitur. Do më duhet që këto kohë të bëj pak regjim shtrati. Mos të lëviz, mos të ngrej gjëra më shumë se 5 kg, dhe Shtefani më tha të lutem, madje edhe kur të ngjitem një herë në ditë në shkallë, jo të bëj tani ulje ngjitje, por doktoresha më tha që mund të lëvizësh njësoj, siç ke lëvizur deri tani, po mos vrapo, mos bë sport. Edhe kështu, më jepi pak frika. Por nëse po e shikoni videon, besoj që çdo gjë ka kaluar dhe është mirë. Më tregoni eksperiencat tuaja. A keni pasur dhe ju eksperienca të tilla? Edhe ky ilaçi është hormonal, që do të thotë hormonet e mia tani do jenë, dhe jam shumë sigurt që do ndihem shumë më keq edhe fizikisht, edhe emocionalisht, por nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që javës tjetër baby të jetë mirë. Edhe kam shumë besim që do jetë. Kështu që qava deri tani dhe lotët boll, nuk do qaj më, nuk do ta mërzis veten, nuk do t'i kontraktoj muskujt e mi, do marr medikamente, do qetësojmë, do relaksohem, edhe kushëzojmë gishtat që çdo gjë të shkojë mirë. Më vjen keq që u dash këtë lajm, edhe unë nuk ndihem mirë që po e bëj këtë video tani, por mbase ndihmon dikë tjetër që mos të trembet nëse çdo gjë ka shkuar mirë, dhe kjo video po publikoj, mos të trembet nëse i ndodh diçka e tillë, sepse në përgjithësi në një përqindje shumë të madhe ju ndodh shumë vajzave që as edhe nuk e din. Nëse unë nuk do kisha shkuar mbase pas 2-3 javësh në kontroll, mbase edhe do kishte ikur nga vetja e tij, por neve shqyr që ndodhem 2 ditë mbasi unë erdha nga Shqipëria, mbase edhe nuk më ka ndodhur në Shqipëri gjakderdhja, nuk dihet fiks shkaku, por unë supozoj sepse u lodha atje, kështu që mendoj që më ka ardhur nga atje. Kështu që bëni pa kujdes për veten tuaj, shikoni, mos të mbyllni punët e gjithë familjes dhe të gjithë njerëzve kur ju keni nevojë të merrni atë pushimin tuaj. Mos u bëni si unë, kujdesuni për veten. Edhe nëse e keni këtë problem, përpiquni të kuptoni që nuk është patjetër një lajmërim aborti. Është një lajmërim që ta merrni me ngadalë, edhe të kujdeseni për veten tuaj edhe për fëmijën tuaj. Ciao! Shihemi në videon tjetër.